një libër portret gjysheje. Çfarë të nxiti, çfarë të frymëzoi për të shkruar këtë libër? Kaq të bukur duhet thënë. Atëherë, Niki, është autobiografi, patjetër. E ndjeja se nevojë shpirti, të them të drejtën, lidhja me gjyshen, të gjithë e kemi jetuar gjyshrit, të treja ne që jemi këtu e dim shumë mirë, është një lidhje veçantë, është një lidhje speciale. Gjyshja mbase gjyshrit përkëdhelin pak më shumë se prindrit janë më përgjegjës për të shortojnë ndonjëherë dhe më fort, ajo përkëdhelja janë gjyshit që të mbrojnë nga ana tjetër. Ose është pak shumë e pafajshme kjo që them, kur shkon për ditëlindje kur të fusin atë lekun te dora, kur t'japin, kur të përkëdhelin atë flokun, janë gjëra që mua më kujtohen, i mbaj mend dhe nuk arrit dot t'i shkëpus nga vetja. Atëherë, me të katër gjyshit lidhja ime ka qenë, sigurisht ka patur specifikat e saj, por e përgjithshmja është që boshti i përbashkët për gjithë është dashuria. Është ai boshti që mendoj e kemi e ndjejmë të gjithë. Po njëra prej gjysheve është gjithmonë më e afërt, më e ngushtë, marrëdhënia. Të gjyshe, po, unë kam jetuar deri 14 vjeç, gjyshen tjetër pata fatin ta jetoj më gjatë pranë vetes, por edhe pse gjysha ime u largua herët nga jeta, unë e kam patur brenda vetes gjithmonë. Dhe është shumë e çuditshme, po flisnim përpara për këtë, para se të nisim transmetimin. Nuk e di pse mua në momentet vështira apo dhe në momentet më të bukura të jetës e kam patur gjithmonë pranë në ëndër. Është një lloj telepatie apo është diçka më shumë, ky mbetet një mister. Shpirti i saj, domethënë ti e bën këtë pyetje në mënyrë të vazhdueshme, edhe në libër, edhe në realitet. Pra, gjithmonë e kërkon atë prezencën e gjyshes në momentet e tua më të vështira. Disa prej tyre i ke përmendur, mund t'i ndajmë dhe me publikun. Disa momente që gjyshja jote ka shënjuar, ose të ka qenë si një udhërrëfyes, ose ka ardhur si një dritë në jetën tënde. Niki, është një libër, siç e the edhe ti, në shumë momente, në shumë kapituj është shkruar me pafajshmëri, ka shumë pafajësi fëmia. Por ato janë pjesët që mua më kanë mbetur në mendje me gjyshen, ato janë momentet ku gjyshja më ka falur urtësi dhe gjitha ato që unë kam marrë prej saj, kam arritur t'i transmetoj më pas edhe tek të tjerët. Pra, ajo që dua të theksoj në këtë libër është sa fat ka një fëmijë kur rritet me dashurinë e gjyshërve dhe besoj jemi shumë dakord. Dhe sa i privilegjuar është kjo dashuri, sepse do ditë ja japi jo vetëm fëmijës, por ta ketë këtë mirësi edhe në brezat, edhe në personat që do të ketë pranë, që do të rrethojnë. Kështu që është fat i madh kur një fëmijë rritet me dashurinë e gjyshërve. Nëse e ke vënë re, unë kam përshkruar momente shumë normale. Të thjeshta të përditshmërisë, kur ajo thurte me shtiza, kur ajo gatuante, kur ajo luteshe deri tek lutja e mbrëmjes që përshpëriste para se të flinit dhe ti si fëmijë nuk e kuptoje çfarë po thoshte dhe ti e pyesje. Kur shihni një perëndim me gjyshen dhe është një pyetje shumë naive që unë i bëj. Ajo më tregonte për Italinë, sepse motra e gjyshes time kishte shkuar në Itali që përpara luftës, ishte njohur një ushtar italian dhe jetonte atje dhe shpesh unë mbaj mend gjyshja që thoshte, Berta nuk i njoh vuajtjet tona psikologjike, gjëra që mua si fëmijë më bënin përshtypje. Dhe një herë mbaj mend i kam thënë Mamiliria kur shikonin perëndimin. Kaq i bukur është perëndimi edhe në Itali. Pyetje kaq fëmijërore, pyetjet që shkojnë në kokën e një fëmije, dhe këtë pyetje ja drejtoja gjyshes, e bindur që ajo do të më jepte një përgjigje, dhe nuk e them përgjigjen tani që më dha në libër, por janë momente kaq normale dhe ti thua, ka mundësi që këto në momente të mbeten në mendje, por çfarë është jeta tek e fundit, janë gjithë këto gjërat e vogla, gjithë këto lumturia është pikërisht këto çastet që kalojmë. Dhe unë prandaj mendoj, base ka momente shumë të rëndësishme që nuk i kam të fiksuara, në këtë libër kam vënë, si që kam thënë dhe që ti i mban mend më mirë, pavarësisht se ka kaq vite që gjyshja është ndarë nga jeta. Një punë me grep, mbaj mend siç e them dhe këtu kur kemi shkuar në Vorreza dorë për dorë, kur më shtrëngonte dorën, dhe më është fiksuar, më ka thënë kur të mos je më hajde ndonjëherë dhe më tako dhe më sill një lule. Dhe këtë unë kam Shkon shpesh? Shkoj shpesh, edhe kur nuk kam qenë në Itali, në Shqipëri që jetoja larg, sa herë vija, shkoja patjetër dhe i vija një lule, dhe ishte takimi im dhe biseda ime me gjyshen, ajo lule më duke si një ndërmjetëse, ajo buzëqeshja e gjyshes në atë fotografi, më kujtonte gjithë çastet që unë kam përshkruar këtu. Kam një lidhje speciale me gjyshen, por mendoj që të gjithë ne kemi këtë lidhje, kështu që e ndjeja si nevojë shpirti ta shpreja, ta tregoja me momente shumë të vogla, nuk mund të shpreh gjithë ato që unë kam brenda në qinet sa faqe, por do t'i shërbej kujdo që e ka gjyshen pranë, këdo që e ka jetuar periudhën më të bukur të fëmijërisë me gjyshen, me gjyshin edhe pavarësisht se ato nuk mos jenë më
që është duke jetuar aktualisht, që është rrëfyer nga prindrit për një gjyshe që ndoshta nuk është njohur nga... Pra, të gjithë brezat mund t'jenë, le të themi, pjesë e të gjenë veten brenda rreshtave shumë të sinqerta të Sonilës. Kanë treguar të histori shumë të forta aty dhe duhet kuraj që ta tregosh. Ta tregojmë njërën prej historive, si thua? Që do doje të ndaje. Mirë, të zbulojmë shumë pak atëherë. Kam qenë një moment shumë i vështirë imi kur linda tim birë, sepse pati një problem gjatë lindjes dhe nuk arrita do të shija në momenti që e linda. Unë linda me operacion, bëra një cezar, një operacion, dhe nuk e dija problemin që mund të kishte imbirë, ma kishim fshehur që të më ruanin qetësinë. Pas lindjes, po. Po, dhe këtë e zbulova pas i linda. Sigurisht, nuk ndjeva shumë dhimbje fizike, dhimbje ishte psikologjike, me ziprita që këtë shia t'imbirë, që e pashtë lidhur me narkoz, me serume, dhe që mos lëviste duar dhe ja kishin lidhur ato duar, të shohësh fëmijën tënde shumë me serum, mos e ushqesh dot fillimisht, do me thënë janë momente që për fat sot kujtohen si një e shkuar e harruar, dhe në gjitha të tmerr, në gjitha të vështirësi, bukuria ishte dhe ajo mrekullia brenda, sepse unë pash krijesën time të lidhur, por e pash. Gjithmonë kam parë gjyshen në ëndër, në momentet të vështira, sikur merja një biçikletë. Kur kam nisur e vogël të jepja biçikletës ta mësoja, e kam patur pak ankth, mezi e mësova, kisha frikë, dhe kjo gjë më dilte në ëndër, sikur merja një biçikletë dhe shifja në fund të rrugës gjyshen, rruga ishte pak a shumë gjithmonë e njëjtë që më buzëqeshte. Dhe kur unë e dija që do arrija të shkoja aty, e kuptoja që ishte diçka që do ta kaloja. Në momentin që ti nuk arrije, ishte diçka më e vështirë për të kaluar. Në momentin që unë nuk arrija, e dija që do të kishte vështirësi. Kjo ka qenë një ëndër e përgjithshme që unë e shija shpesh. Që e sheh shpesh, edhe shef edhe sot e kësaj dite? Patjetër. E kam, po. Atë natë unë kam parë tjetër ëndër, nuk po zbuloj gjithçka, dhe po e lë këtu. Le ta zbuloj lexuesin. Por dua të them që e kam shprehur dhe në libër këtë. Nuk e di ashtë pavedia ime që e zbuloni edhe në ngjarjes dhe ma tregon këto nëpërmjet mirësisë së asaj fytyre, të atij portretit të mrekullueshëm, apo është diçka më shumë, apo është vërtet një shpirt, apo janë të gjitha bashkë. Nuk e di çfarë është, por unë e di që gjyshja është aty. Mami Liria, kur ka lexuar librin, çfarë të ka... Mami Liria nuk ka lexuar, sepse Mami Liria nuk ka qenë më, por mami, atëherë. Mami juaj, njerëzit që kanë lexuar të afërmit e tu, pra kanë njohur një person që ndoshta nuk e kishin njohur më përpara. Këtë doja të dilja. Ky libër, Niki, unë e folëm, ka dalë, është botimi dytë, ka dalë për herë të parë, unë publikova pak kopje herën e parë dhe i morën njerëzit që e njihnin më shumë. Dhe të gjithë më kanë thënë një gjë, jam mallëngjyer, kam qartë. Mbaj mend kam shkuar në shtëpi dhe pash mamin dhe hallën time, që është vajza e gjyshes, me lot në sy. Halla ime ishte nga shëryer. Por ato kanë një histori, janë të përfshirë. Janë të përfshirë sepse e njohin personin. Ndërsa tek njerëz që nuk e njihnin gjyshen time, kanë lexuar librin thjesht si lexues, kam marrë fjalë shumë të mira. Gjithmonë më kanë thënë atë ëmbëlsinë që është në libër, atë pafajësinë shpesh herë dhe ato mesazhet e bukura që mendoj i bëjnë mirë sidomos adoleshentëve dhe të rinjve ta lexojnë. Të cilët janë ata që duhet ta lexojnë të parët faktikisht, për të kushtuar më tepër për vëmendje dhe duke u shkëputur pak nga teknologjia, për t'i dhënë vëmendje dhe dashuri gjyshëve, siç ata e japin pa kushte.